Po ka mëllëto shumë gjatë, thot. Ju përgjigje lotjes tate. E ky mas i ngatroja ato fjalë tjera, se problemi madh është, sikleti madh. Thot, o Allah, s'kam tjetër përveç teje. Ndihmën tate e pres. Mbroj, thot, për i këtij qafiri që më zën rrugën. Edhe vjen nga qielli i katërt. Nga qielli me qiellin janë 500 vjet rrugë, vëllezër. Po jo 500 vjet me kom, po 500 vjet me fluturu me 50.000 km në orë. 4 herë 500, 2.000. 2.000 vjet rrugë. Edhe ju përgjigj Allahu xhalla xhelaluhu. Dhe kur shkoi lutja këtij atje në qiell, sa atje shkon zakonisht. Allahu na ruaj. Keni kujdes, thot Allahu. Kërkojeni halallëkun shpejt. Para se një ditë, thot pejgamberi, më falni, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse dikujt thot i ke bën pa drejtësi, shko kërkoje halallëkun shpejt. Para që nuk të bë dobi më as leku, as pasuria, as jeta jote jo më. Po kur s'bën dobi, ke kalu për kësaj jete, ka marrë çdo gjë, ato do ta paguash. Edhe për ne shpejt, thot, me kërku sepse fluturoja lutja. Edhe fluturoi lutja këtij. Edhe erdhi ky, ja hoqi kokën aty, krejti. Po si erdhe ka shpejt, pse erdhe ka shpejt, thot, vallahi lutja jote, thot, e ka të rëndit qiellin. Patrici, te njës shkom rrugë tata, i del atë, çnerot, merr lek, merr gjvishin që legorit, thot. Çka ishte çuditën popullit? Po për të herë. Po çuditën me të të hanë mezat aty. Pra, çdo që vepër të bësh, mendoj herë se ka Zot, ka krijues. Po mendova se s'ka Zot, s'ka krijues, ke marru, ke falimentu vetër për Zotin. Se mendon që s'kontrollo kushën e bjeri. Jo vallahi. Kur mos mendo kështu? Se nuk është kështu vallahi. Se po mos të ishte kështu, s'kishte diell sot. Si ishim as ne këtu, s'kishte as xhami këtu, s'kishte as rrugë atje. Ishim s'kishte as gjë. Çdo gjë do të ishte shkatruar, jo për Zotin. Po ai është edhe mendon se ka. Edhe unë thot i kërkova të mëdhet Zot, o Zot, ta kem me kom për nder, tham të fluturoj unë, shkoj t'ja kryj hallën këtij njeriu që po lutet në sejdë aty. Edhe kom ardhur, domethënë keni parasysh 2000 vjet rrugë me shpejtësinë çfarë zëri, me shpejtësi të madhe. Edhe ka ardhur, edhe i ka heq kokën atij në sekondit aty. Ai më është çudit ai. Se s'ka besu Zotë. Ai ka më thënë Zoti ja mundeshi. Ndaç e lani gjallë, ndaç e vdes. Ja marr shpirtin, si ja marr shpirtin. Jo, po ti s'ka s'ke garantu frem të atë, më. A the elhamdulillah kur u mushe, me frem, edhe kur e nëzore prapë. Thuj prapë elhamdulillah, se s'ka. Edhe e kryti. Shifeni si përgjigjet i madhe Zotë Xhelel Xhelaluhu. Unë po them se cilin jetë në juj, ka nga këto përgjigje. Vallai, jam shumë i bind. Mase në i moshë e re që janë fëmijë, po të gjitha moshet e tjera kanë nga këto përgjigje. Për Allahun edhe unë kam nga këto përgjigje. Pse kemi kalu halle, të lashe, e mos të folim për ato që jenë më të vjetër se sa unë. Pra, vetëm një gjatë dohet të kujdes, mos u bëj si ky personi që me azon rrugën tjetër. Mos u bëj si ky personi që me i bën pa drejtësi tjetër. Dhe nëse ti të shtën shejtani mallku me ja bën pa drejtësinë atij, hik shpejt kërkoj hallalekun. Se ke për të bën 3 çerek të punës. 3 çerek të gjinofit e ke fshi nëse i kërko hallalekun. Këtë mos e vono. Dalim prapë tek shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Omeri Allahu më shëroft, çdo natë pa bën llogari me çfarë kam bën fjalë sot. A thoma si kam hym hak filonit sot. E rikujtoj atë jetën e 24 orëve, 8 orëve, 10 orëve ditë komplet me çfarë kam fol, çfarë kam thonë. E kaloj edhe i herë mëset. I kam thonë mirë apo i kam thonë keq. Ai kam hym hak. Si u ka dogati? 1, 2, 3, 4, 5, gjithë natën ky mohabet, sepse vepri i qielli ai. Edhe ka ndodhur, edhe ka ardhur. Provat janë me mija o vëllezër.
me mija që nuk numërohen. Por vetëm të duhet të jesh korrekt, bashkë me mua. Edhe për Allahun, Allahu do të përgjigjet. Sepse pikërisht në këta jetë thot që kush mund t'i përgjigjet atij që ka hall. E kush nuk ka përgjigj? Allahu xhallahu. A ke qenë ismun? Allahu ka shëruar. E ka pruat doktorin atje, i ka dhënë men atij, ky do këtë ilaç ka dhënë. Sa herë japin ato, kur ka qenë pa Zot, pa besim, me mije njerëz kanë kaluar për kësaj jete me ilaçet kota. Me ilaçet kota. Se s'ka bën bismillah, o Zot, një matja shoh herë, çfarë halli ka ky njeri? Çfarë ilaçi do ke smunje? Se pëtë në herë, pa bismillah, te je mon, doktori, Zoti, jo, Allah në rujtë. Jo, ajo është i maru për vete. Vallahi dhe për vete është i maru. Sa doktora i kemi për cilë? Që s'u kanë gjenë ilaçet. Gjithë jetën u ka gjetë njerëzit ilaçet. I thotë Allahu xhallahu, shiko, unë jam këtu. Pa hajë gjenë filanit, mos i torret menja, që ka i profesori i madh, ai doktori i madh. Jo. A njëkohësisht edhe këta që bëjnë pa drejtësi të mëdhoja, që organizojnë lufta për të shkatërruar pasuritë e njerëzve. Organizojnë lufta për të marrë pasuritë për vete. Pasha Allahun, pasuritë atyre do t'i ruajnë gjarprinj këtu në jetë në kësaj bote, po edhe në botën tjetër do t'a ruajë i gjarpni aty mbrana, mbanes varrit. Do t'japë llogari jo për gjithë ato pasuri që i kanë përvetësuar. Jo për gjithë ata njerëz që i kanë vrarë dhe i kanë lënë pa ujë, pa bukë. E dini se në ndër kjo. Pasha Allahun, po ju tregoj kisha hym gjinat me gjatë gjallë temen. Tash i kam vënë diçka asaj që të pi ujë vetë ajo ke. Lopa. Edhe bashorti pa Muhammed orë tha burr. Po sa ujë pas dash kjo? Pa dashje është kjo. Pa dashje. Edhe e shohim që ajo pi ujë shumë. Pi ujë gjithë ditën. Pi ujë kur e do vetë. Mi gjatë vogël, e kena rregulluar atë. Po ati që të ja kena lë ujtin në pas të fat. Boka në pas të fat. Jetë në pas të fat. Nerin ja ke morra pas të fat, i ke shkatroj, i ke dhënu. S'ke lënë gjë, çfarë ke menduar që? Asa ke menduar këtë çështën e këtij kalorësit që vjen nga 2000 metra, nga 2000 vjet rrugë? Se ke menduar hiç? Asa ke menduar banesën e varrit? A nuk e shef faraonin se si është bënë të banesë varrit, që i kanë ngel veç kosat? A nuk e shef këta? Edhe ai kishte pasuri. E njerëzit po i morën se do pasuri që i gjenë për varrezat, se ja kanë lënë që etiketat ose kanë menduar i lloj ringjallje tjetër. Jo atë që thotë Allahu xhallahu. Në xhenet apo Allahu na ruaj në xhenet me dhon llogari, por do të çohet prapë prej këtu. Edhe gratë gjalla, edhe pasuri, edhe ushqime gjallë. To i foto të sepse ti ketë, këse do të qohët, jo, nuk është ajo metodë që thotë Allahu xhallahu. E ringjalljes. Është metoda këtyre paganëve, por shifini se sa kujdesa kanë pas vetën e vet. Arriti që për rujtjen e pushtetit të vriste çdo djalë. Pra çdo moshkull që lindte djalë e vriste se do morë pushtetin. Një lloj se këto të soshmit. Një lloj. Sepse dashuria për pushtet, menjëmallësia, egërsia janë një lloj, si e i fillimit edhe i fundit. Një lloj pa atë pas një dallim. Edhe Allahu xhallahu njësoj ndeshkon. Në ditë të i vra ato dim, të i vra vajzat, ta shtokim këtë rast, të jetojmë vetëm ne. Të ja u marrim ty në gazin, naftën, çerkante, të i marrim ne tjetër. Po ku ke për të çotit tjetër? Që e të marrë me vetë? A i ke pa shok tu që i ke varaz aty? A i ke pa ata presidentet për para teja aty? Qërë kanë marrë? Kanë marrë veç dënim në Zotit xhallahu. Ne pa e shofim që këto që njeriu po e mushi stomakun sot, deri nesër nuk do më. Ka që është pasuria jote. Ky stomak. Çfarë ke harxhu më? Jo përmend atë ditë që baj blej makina kot, hestëm karros me invalidi. Çfarë bani? Urdha thotë Allahu, jam këtu. Flodorotin e përgjell. Bomën e madh, shkatroje jetë, vritit, sa të mundesh. Ku shkon? Ka rrugë? Jashtë qiellit me shkujt nuk ka. Atëherë, mos u largoni prej Zotit.
Mos e harroni këtë ajet Kur'anit, e kush është më i mirë që ai që i përgjigjet hallëxhiut, vetëm atje lidheni punën. Por vetëm mos u bani për atyre që njerëzit kërkojnë për jush, që o Zot dënoje filanin. O Zot merr hakun tentati filanit që falet në xhami. Te mos u bëj për këtyre. Nëse ato të bëjnë padrejti, te lidhë me të madhen Allah xhallahu. Po kur i Zoti i padrejtisë mos u bëj. Pse shpërblimin do ta kesh tek Allahu. Ka premtuar që do të jetë në krahun e atyre që janë dërushëm. Në krahun e atyre që bëjnë drejtësi. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot kush ja hek një hall prej hallave të dynjas, atij që e ke shok, mik, komshi, në familje, ku do që tjetë, rrugtar, i pa një fare, nëse ja heq një hall prej hallave të dynjas, Allahu do t'i heq një hall prej hallave të ahiretit. Vallahi, s'do të kesh asnjë humje, vetëm se fitim, naltësim në dynja, naltësim në ahiret, Allahu na naltësoft dhe na bën për atyre që jemi prej të mirëve, dhe asnjëherë që njerëzit tak merren ndaj nesh.